Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e pogaçës me miell misri apo miell të kalamajt. Përgatitja është e thjeshtë, një pogaçë e cila shkon shumë për mëngjese, shkon shumë dhe me gjellëra të ndryshme tradicionale, besoj se kam ju pëlqy. Për këtë vikend do përgatis një pogaçe me miell misri. Në fillim i shtojmë vesat, shtojmë dy vesë dhe ja shtojmë 70 ml me vaj. Përzim kështu që vezët dhe vaji të bëhen në një masë. Kam përzije masën, mirë. Tash ja shtoj 600 ml me dhallt ose jogurt. Përsëri e përzij masën mirë. Përgatitja është shumë e thjeshtë dhe në fund fitoni një pogaçe shumë të shijshme. Tash gjatë dimrit shumë shkon me mëngjese, me turshi, me bilmet, ose shkon gjatë drekave apo darkave me gjellëra të ndryshme tradicionale. Shtojmë një lupë mesme me soda bikarbona dhe masën e përzij përsëri. Dhe në fund shtojna miellin, shtojna 600 gram me miell gruri. Shtojmë një lugë gjelle me krip dhe 300 gram me miell misri. Dhe masën e punojmë. Në fillim do e punoj kështu me lugë, më pas do e ngjeshi brumin me dorë, pra duhet del një brum mesatërisht i trash. Pra në qoftë se ka nevojë, shtojna përsëri miell, mirë po shtoni miell misri, nuk shtoni miell gruri. Përzij kështu. Kam përzijer masën mirë, tash do e kaloj në tavolinë pune. Hedhi miell misrin në tavolinë pune dhe e kaloj masën. Duhem ta kaloj gjithë masën. Përsëri shtojmë nga pjesa e sipërme miell misri dhe fillojmë që ta punojmë brumin. Hedhi miell që kështu mos më ngjitet brumi për duar dhe e ngjeshi mirë që ta marrë gjithë miellin i cili është në tavolinën e punës. Po nuk duhet del brumi shumë i fortë, mesatërisht i butë. Kam punuar brumin, tash e kaloj në tepsin. Tepsinja është me numër 30, e kam lyer mirë me vaj dhe e kam lyer nga ansorët kështu me vaj. Tash e përhapi kështu brumin në tepsin. Më duken që e masinë e tepsinës pogaçës. Hedhi miell her pas here që mos më ngjiten duart për brumin, ta kem më lehtë që të bëj shtryrjen. Më duhen që trashësinë e njëjtë nga gjithë anët. Kam përhapur brumin në gjithë tepsinë sipër, i shtoj vaj, kështu. Përhapi vajin, që t'i bëhet një kore më e mirë pogaçës. Marr një thikë dhe e dekoroj pjesën e sipërme të pogaçës. Dekorin mund ta bëni në çfarëdo lloj mënyrash. Unë e bëj në këtë mënyrë, vërtet del shumë bukur pas pjekjes. Kështu. me majë thike
filloj të bëj visa se cilës pjesë kështu. Dhe po që është gati për pjekje, kam nxej furrën në temperaturë 180 gradë dhe në temperaturë do i pjeki për 25 rreth 30 minuta. E kam largu nga furra, po që është pjekur shumë mirë. Tash e mbuloj me një pecetë kuzhine, e lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Po që është ftohur, ta largojmë pecetën dhe ta shihni. Ta ndojmë një pjesë dhe t'ja shihni brendësinë se si ka dalë. Ka dalë vërtet shumë e mirë. Besoj se dhe në shije ka përmeqenë e mirë, kështu si që ka dalë dhe pamja. Shkon shumë, sidomos me qervish, shkon shumë. Pak me vështirësi largohet pjesa e parë. Ja, dhe si duket, vërtet ka dalë shumë e mirë. Unë e kam shoqëruar me speca, kështu, speca me gjizë, turshi, peperona me gjizë. Gjithë motra që më shikojnë vazhdimisht, recetën e tyre e kanë në kanalin tim. Ka dalë e butë, është e shkreft shumë, ka dalë e mirë, ja dhe si duket. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë pogaçe tradicionale me miell misri apo të kollomoj. Gjithë ju që përgatisni ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.